ore të papaguara, përfshi këtu dhe sigurimet shoqërore shëndetësore. Tani unë kam dëshirë që të ndalemi çik këtu. Të sqarojmë konkretisht se pse sigurimet shoqërore dhe shëndetësore përfshihen këtu. Sipas përcaktimit të Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik, për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, OECD-s, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore janë taksa dhe tatime që duhen paguar të parat. Po? Pra një biznes, edhe sikur të jetë në prag falimentimi, edhe sikur të falimentuar, gjë e parë që do t'i merren janë detyrimet, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Dhe pastaj detyrimet e tjera, TVSH, tatim befitim, ku diun. Që do thotë, pse është bërë kështu, që nuk falen sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Sepse, supozojmë se unë kam punuar në një kompani që nuk më janë paguar sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për atë periudhë. Do vi koha që unë do të dal në pension. Nëse unë do të dal në pension, ata të drejtorisë së sigurimeve shoqërore do më thonë ku e ke pagesën e sigurimeve shoqërore, nuk të plotësohen kushtet. Vjetërsia në punë, sigurisht. Edhe masa e kontributit që ke dhënë në vite, edhe mosha. Kështu që ti nuk e ke shansin që të dalësh me pension plot. Kështu që kjo është një lëvizje shumë korrekte brenda ligjeve që detyrimet për sigurimet shoqërore dhe sigurimet shëndetësore nuk falen. Bukur, kemi një telefonat tani, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Po, jemi bashkë në studio, cila është pyetja juaj? Po, përshëndetje, si jeni mirë? Mirë, kënaqësi. Jam interesuar në lidhje me tatim fitimin dividendin, në lidhje me këto kamatat kryesisht, që na kemi një rritje të theksuar. Nuk e di, do ketë një gjë të tillë në lidhje me tatim fitimin dhe dividendin? Atëherë, ky projekt ligj është i dizenjuar për bizneset. Dhe, kur flisni për këto normat e interesit, i keni fjalën për normat e interesit që kanë njerëzit që kanë futur para në bank që marrin interesin, apo për bizneset që kanë kamat vonese? Jo, biznes. Atëherë, të gjithë detyrimet deri në vitin 2014, 31 dhjetor 2014, shuhen. Ndërkohë zotëria mund na dëgjojë në ekranin që të bëjmë gati të telefonat. Po. Detyrimet deri në 31 dhjetor vitit 2014 shuhen. Edhe ky aspekti ka kamat vonesave. Detyrimet deri në vitin 2019. Nëse do e paguash me një këst detyrimin, të zbritet 50% me kushtin ta paguash në 31 qershor 2019. Nëse do ta paguash gjatë gjithë vitit që vjen, deri në qershor, deri në dhjetor të 2026, do paguash 75%. Shuhen kamat vonesat. Po ta paguash shumën. Shumën detyrimit tatimor nga viti 2000, nga 1 janari 2015 deri në 2019, do ta paguash. Okej, dhe kamat vonesat? Por, nëse e paguan brenda 31 qershorit 2026, do paguash gjysmën e detyrimit dhe shuhen kamat vonesat. Nëse ti do ta paguash shumën deri në 31 dhjetor të 2026, do ta paguash 75%, pra zbritet 25% dhe shuhen kamat vonesat. Pse është bërë kështu? Dhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore shuhen kamat vonesat. Për gjithë periudhën deri në 31 dhjetor vitit 2024. Pse bëhet kështu? Tani kjo gjendja e biznesit në Shqipëri dihet se si. Biznesi ka patur vështirësi, vujtje mbas vujtje. Deri në vitin 2014 kishin problemin e prodhimit, s'kishte as energji elektrike, punonin me gjenerator. Nga ana tjetër kishte probleme gjatë gjithë kësaj periudhe. Çdo vit legjislacioni fiskal dhe doganor është ndryshuar 60 herë në vit. Do të ndryshosh ti tani ligjin, un kam bërë gati ma unën aty ta sjell dogan, ti ndryshon ligjin mua, më ndryshon atë normën e... Do bëjmë një pakt bashkë, do të përgjigjesh pak shkurt pyetjeve të mia. Shkurt. Tani kjo puna e përgjigjes shkurt është si punë e fustanit femrës. Nëse fustani femrës shumë e gjatë, nuk ka kuriozitet. Nëse fustani femrës shumë i shkurtër, u mbet interesi. Që ne do ta mbajmë dy gishtë mbi gjuhë. Jo, gjithmonë më provokoni me këto batuta në studio. Kemi një telefonat në këtë çast, mirëmbrëma.